Jashtë vëllezër të ndershëm, ditën e gjykimit, gjendjen më të vështirë e kanë kamaxhit. Ngritën ato në ditën e gjykimit sikur me qenë të çmendur. Thot Abdullah ibn Abbas, kamaxhiu, kreditxhiu, ai që ka marrë dhe ai që ka dhonë, ai që ka ndërmjetësu dhe ai që ka dëshmu, dhe ai që ka shkëru, ditën e gjykimit janë të barabartë, ngritën sikur me qenë të çmendur, tentojnë të furrën 50.000 vite. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ata të cilët e hanë kamot, pra ata që miren me kamot, ditën e gjykimit ringjallën sikur me qenë, sikur ai që është i smuar prej gjinëve. Ditën e kiametit ringjallën sikur me qenë të çmendur. Pa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kamota, kamaxhiu i ka 73 lloj dëshkime në ditën e kiametit. Dëshkimi më i lehtë është i barabartë me ai që ka bërë zinë me nënën e vet.